Tani aktualisht le të referohemi Shqipërisë janë ndikuar më shumë nga integrimi i inteligjencës artificiale, si e shikon? Unë sapo jam kthyer në fakt nga një summit global për inteligjencën artificiale në fokus, edhe pse ai ishte një summit HR-i, po e kishte shumë në fokus inteligjencën artificiale. Në Lisbon? Jo, ishte në Kosovë, ai Lisbonës unë jam më shumë suportive e atij që bëhet në Kosovë. Kështu që dhe unë atje në fakt përmenda elementin AI në si e ka ndikuar jetën tonë. Në fakt po, është një zhvillim shumë i dobishëm, shumë i domosdoshëm, nuk mund ta shmangim faktin që na ka ndihmuar gjithëve, që e mbajmë në dorë gjithë, por unë jam pak fanatike e elementit njerëzor në çdo gjë. Që do të thotë? Pra, që do të thotë, unë nuk mendoj që inteligjenca artificiale do zvendësoj njeriu. Unë mendoj që është një e mirë e madhe në këto momente, që duhet menaxhuar mirë, që duhet trajnuar, pra jo çdo gjë që vjen nga ajo duhet merret e tillë, duhet ketë mënyrë se si provohet vërtetësia e informacionit. Ka pak sensibilizimi tani të paktën për ka filluar. Nëse referohemi informacionin që dalin nga ChatGPT e të tjerë, po nga ana tjetër duket sikur ka edhe një kuptim të videove prodhuara me AI apo ka dhe versionin payment, pastaj ka forma të ndryshme AI, ti duhet paguash për të marrë versionin dhe pastaj më të saktë ose më të mirë, po, dhe duhet të testuar cili është bërë biznes, është bërë biznesi të ardhura, duhet testuar informacionin që hyn, ama elementi njerëzor, përsëri do të them, nuk mund të duhet kur thua elementi njerëzor, çfarë nuk kupton? Nuk kuptoj që critical thinking i menduari kritik duhet jetë akoma. Tani si e ka ndikuar jetën tonë, apo çfarë po bëhet? Ka një lëvizje në botë tani në elementin trajnim. Trajnim me AI, edhe në Shqipëri janë futur disa që unë njoh, që po bëjnë trajnim se si të përdoret AI dhe se si kompanitë në botë sot ta përdorin atë me efektivitet. Patjetër në bazë të industrive ku ato operojnë, por është shumë e rëndësishme që mos merret shablon. Pra jo çdo gjë dhe një herë që vjen duhet jetë industria, duhet jenë software ose AI e gjuhë e përdorur e përshtatshme për industrinë e merat. Pra ne do të vi një moment në të ardhmen kur trajnimet që do bëjnë krahas trajnimeve të tjera që stafin kompani do bëjë, do të jetë edhe ai onboardimi me AI, me platformat AI që përdor kompania ose që kanë zgjedhur të përdorin. Ka sektor që ndoshta në këtë proces tranzicioni duket sikur e kanë humbur vlerën që kanë pasur, edhe nëse referohesh marketingut apo çdo sektori tjetër, edhe si ekspert e HR-it, të cilat duket sikur janë ngatruar edhe pak a shumë pretendohet nga kompani ndryshme se mund të zvendësohen role të ndryshme të burimeve njerëzore. Unë marketingu mbase mund të jetë një ndër fushat, do thoja unë të afektuara, por marketingu s'është vetëm media sociale. Pra ne duhet kthehemi te çfarë është marketingu në fillim. Nuk është vetëm content writing. Shumë drejt. Të bësh një fushat marketingu, nuk do thotë një fushat Facebooku, as një fushat Instagrami apo ku di. Një fushat marketingu nis nëpër ato tavolinat ku hidhen idetë e shitjes apo çfarë do ndikoj marketingu nëpër strategjinë e përdoruesit fundor të asaj fushate dhe media sociale është një nga elementët e saj. Pra s'mund ta ngatrojmë as edhe marketingu brenda, të thuash ti një social media manager, nuk e thon një marketing manager. As një marketing director. Pra duhet i ndajmë mirë këto që të kuptojmë, sepse kjo gjë ngatrohet edhe në punësim. Pra ti hap një pozicion pune për drejtor marketingu apo për menaxher marketingu dhe të shfaqet dikush. Atë thot, unë jam social media manager, se kam një vit e gjysmë që kam bëj rilca, bëj kështu, bëj kapkat, shumë mirë, asgjë të keqe s'ka. Ama një drejtor marketingu nuk e zvendëson dot në këtë mënyrë, në këtë formë. Mund ta pajisësh, mund të lehtësosh procese të tjera. Marketingu ti janë shtuar role. Po për mjekësinë, ka të drejtë Tërmandi për atë që thot. Flavia, unë desha të bëj vetëm një ndërhyrje. Flavia Shatori. Aktualisht unë desha të bëj domethënë një ndërhyrje të suportoj Ermelit në për diçka lidhje me marketingun që desha të shtoja. Ç'është e vërteta domethënë